Vendkalimi kufitar në Blac prej mbrëm vazhdon të jetë i mbyllur për qarkullimin e të gjitha veturave. Kjo për shkak të protestës së shoqatës së kamionistëve Makam Trans, të cilët kërkojnë zgjidhje sa më të shpejtë të problemit të krijuar mes Maqedonisë dhe Kosovës. Udhëtarët vetëm në këmbë mund të kalojnë këtë kalim kufitar. Qytetarët të cilët vinë nga Kosova janë të detyruar që veturat e tyre të parkojnë në kufi dhe të kalojnë në këmbë, ndërsa me të kaluar kufirin shfrytëzojnë veturat taksi apo ndonjë të afërm që del për t'i pritur. Tër këtë të llovimës së mirë e shfrytëzojnë taksistët e paligjshëm, të cilët sipas udhëtarëve, ata u marrin edhe nga 20 euro për person. Kom, jena lodh, të ec. Zër bëll. E bllokuar është rruga tërësisht, është kamioni aty ku po shifet. Do të më vazhdu kom deri ku të mundum. Po. Ka 15-20 gjithçysh deri në Shkup. Vim nga Novi Pazari, nuk mund ta kalojmë kufirin. Ja, ka dhe bllokat, shkojmë në këmbë deri në Shkup. Më pas do të kthehemi me ndonjë furgon deri në kufi, prej atje në autobus dhe më pas në Novi Pazar. Një pjesë e udhëtarëve që duan të hyjnë në Maqedoni shpresojnë se kufiri do të hapet dhe kështu kanë vendosur të presin me orë të tëra. Çka më tregu? Unë gjë kish në festa ishte në Maqedoni, u dëshkë më shkon. Gjë, që sot jam punë, edhe që sot po. Punë sot. Se shka puna se di. Bënë që ka bënë, për popull zotë më kanë kjo. Prej Kosove në lishon, po për këto zdi që është puna, pëse zdi pëse nuk lishojnë. Zdi që ka me thonë, s'ka koment që thënë. Që ka më 23? Presim rreth 2-3 orë, jemi nga Prizreni. Na thonë të presim, rruga është e bllokuar. E njëjtë është pasqyre edhe për ata që duan të braktisin Maqedoninë dhe të kalojnë në anën e Kosovës. Ata deri te kufiri i Maqedonisë, ku janë vendosur bllokadat, vinë me taksi ose makina, të cilat këtu i parkojnë dhe më pas kalojnë në këmbë në anën e Kosovës. Ndonë se ka më pak qarkullim, nuk është më i vogël as tensioni në terminalin kufitar i cili ka të bëjë me kamionistët. Atje tërësisht janë bllokuar edhe hyrja dhe dalja dhe brejtje nuk ka kurfar lëvizje. 4 zat, stop. 4 orë jemi këtu, dua të kaloj me kamion, por problemi është Maqedonia. Nuk kthehem prapa në Turqi. Çfarë të bëjmë ne? Nuk e dim se çfarë të bëjmë. Nga shoqata e transportuesve Makam Trans thonë se kërkojnë zgjidhje të situatës së krijuar pasi sipas tyre, dëmet që i pësojnë janë të mëdha. U bëjnë thirrje të dyja palëve që urgjentisht të zgjidhin këtë problem. Ne shpresojmë se ndjenja për bashkëpunim dhe punë të mirë të dy shteteve dhe politikanëve do të vjenë në shprehje dhe do të kuptojnë se duhet të punojnë në interes të popullit dhe të ekonomisë, e jo për të fituar disa pikë të caktuara. Kamionët e Makam Trans do të mbeten në bllokada deri në zgjidhjen e problemit. Shprehen se në Ministrinë e Punëve të Brendshme, në mënyrë të rregullt i kanë paralajmëruar bllokadat. Në Blac është e pranishme dhe ndihma e shpejtë.